Ideimi i platformës ka linë si një dëshirë e madhe për të çu kinema Republikën drejt një të ardhme për teknologjinë sa më të falni. Atëherë dëshira e madhe e Fationit ishte që të merrte formë dhe jetë digitalizimi dhe përparimi pra i këtij aspektit. Është shumë e rëndësishme dhe kontributi shumë i madh që Fationi ka dhënë për realizimin e kësaj platforme. Platforma është 100% e aksesueshme. Në fakt, nëpërmjet kësaj platforme ne kemi marrë atë që edhe më përpara ishte në dëshirën e madhe pra të Kinema Republikës, ishte kjo pjesa që tashmë njerëzit mund të kenë një akses shumë herë më të lehtë dhe më të thjeshtë në pronotimin dhe në rezervimin e biletave të tyre. Pret e Gena që të ketë një, le të themi, reflektim më njëhershëm të raportit që ka publiku me kineman, kur do ta kuptojmë? Për shembull, ka nisur funksionimi i platformës edhe tani që flasim? Po, platforma është 100% funksionale. Njerëzit në fakt janë shumë të kënaqur me pronotimin e biletave, edhe në fakt kjo ishte një shërbim i cili ishte i munguar, por që tashmë mori formë dhe jetë, dhe kjo është fakt. Dhe po flasim për një platformë që nuk është thjesht funksionale, që ti mund të shkosh të prenotosh apo të blesh biletat, por është një platformë interaktive, që t'jep mundësinë edhe të shpresh mendimin tënd dhe të ndikosh në përzgjedhjen e filmave, apo t'i vlerësosh cili është i mirë, cili nuk është aq. Në fakt kjo është risia e platformës dhe një ndër pikat shumë të forta ku vetë publiku mund të bëhet pjesë dhe protagonist kryesor në shprehjen e pëlqimeve të tija në lidhje me filmat që do vinë në kinema dhe sigurisht është ky bashkëveprimi midis kinemas dhe marrjes së feedbackut nga njerëzit. Dhe kjo është një fakt shumë pozitiv, krijimi në një lidhjes, një ure dhe një afrimiteti midis publikut, dashamirës të kinemas dhe vetë institucionit të kinemas.